Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vendosni limon në thembra para se të flini dhe do befasoni nga ajo që do t'ju ndodh. Ky frut çuditbërës mund të quhet pa frikë si mbreti i agrumeve dhe gjen përdorimet e jashtëzakonshme në kuzhinë dhe jo vetëm. Limoni i jep një shije të freskët sallatës, qëndron shumë mirë si një shoqërues i peshkut dhe i mishit, si dhe i jep një shije të veçantë ëmbëlsirave. Përmbajtja e lartë në vitaminën C dhe antioksidantëve e shndërrojnë limonin si një ingredient të rëndësishëm i cili nuk duhet të mungojë kurrësi në ritualin tuaj të bukurisë, sidomos në maska që eliminojnë pikat e zeza dhe njullat kafe nga lëkura. Por jo më pak i rëndësishëm dhe efektiv mbetet përdorimi i tij edhe në trajtimin e celulitit. Por e keni çuar në mend se limoni mund të bëjë mrekulli edhe për këmbët tuaja. Shumë njerëz e hedhin në përgjithësi lëkurën e limonit, por pasi të mësoni këtë recetë, do të mendoheni 2 herë para se ta bëni diçka të tillë. Lëkura e limonit përmban 10 herë më shumë vitaminë C se përmbajtja e këtij të fundit. Ngrini lëkurën e limonit në rende, bashkojeni me një lugë çaj vazelinë dhe me ndihmën e një spatule ose me gishta, shpërndajeni në të gjithë sipërfaqen e këmbës duke masazhuar më së shumti pjesën e thembrave dhe mbathni një palë çorape pambuku. Të nesërmen në mëngjes ju do të ndiheni më të çliruar dhe thembrat e plasaritura do të jenë të hidratuara tërësisht. Çfarë duhet të përdorni për thembrat e çara? Thembrat e çara munden që të shkaktojnë një sër problemesh në jetën tuaj të përditshme dhe këto kanë të bëjnë me vështirësitë në ecje, dhimbjet e këmbëve dhe aspekti estetik sidomos gjatë verës. Eliminimi i tyre i plot gjithashtu është shpesh një problem më vete. Në shumë raste juve ju duhet një ndihmë specializuar nga një mjek dermatolog apo nga estetistja juaj. Gjithsesi, para se të arrini aty, ne ju këshillojmë që të provoni një kurë tërësisht efikase dhe natyrale. Të gjithë ju mund të përgatisni dhe ta përdorni pasti përbërësit me siguri që i keni në shtëpinë tuaj. Vetit të zbutëse të vajit të ulliri dhe mjaltit janë shumë të njohura tashmë, ndaj përfitoni sa më shumë prej tyre. Çfarë do t'ju duhet? Një limon, ujë, një grusht orizi bluar dhe 3 lugë gjelle me mjalt dhe 1 lugë gjelle me vaj ulliri dhe uthull molle. Përgatitja: si fillim ju duhet që të zhysni këmbët në ujë të ngrohtë me limon në mënyrë që t'i pastroni ato tërësisht nga lëkura e vdekur. Mbajini ato në mënyrë për rreth 30 minuta derisa lëkura juaj të fillojë dhe të zbutet dhe të pastrohet vetë. Më pas përzieni pluhurin e bluar të orizit bashkë me mjaltin dhe pak uthull molle derisa të formohet një pastë me të cilën ju do të fërkoni këmbët. Në fund mos harroni që të shtoni edhe një lugë vaj ulliri. Merrni pak në duar dhe filloni të bëni masazh në pjesën më problematike tuajën. Në këtë pikë mundet të përdorni dhe një gur pastrues për këmbët, teksa i keni lyer ato me këtë pastë. Bëjeni këtë për disa minuta me radhë dhe më pas shpëlajini këmbët dhe lëreni në ujë të vakët për 10 minuta të tjera. Më pas nxirreni nga uji, thajini ato me kujdes dhe lyeni me pak vaj ulliri. Sipër ju duhet që të mbështillni me një qese plastike. Mund të përdorni qese plastike kuzhine dhe futeni më pas sërish në ujë të ngrohtë edhe për 20 minuta të tjera. Dhe më pas hiqeni këmbët nga uji bashkë me qese dhe lyeni përsëri këmbët me vaj ulliri. Bëjeni këtë të paktën një herë në javë dhe do të përfitoni thembra të buta në shumë pak kohë. Gjithashtu lyeni këmbët me vaj ulliri sa herë që dilni nga dushi dhe çdo darkë kur ju shtriheni për të fjetur. A vuani nga këmbët e thata dhe gjithashtu të plasaritura? A është lëkura e këmbëve tuaja e kuqe apo e thatë?
Këto janë të gjitha simptomat e zakonshme të themrave të qara. Për fat të keq, shumica e njerëzve vuajnë nga ky problem. Arsyeja për këtë është sepse ndryshe nga çdo pjesë tjetër e trupit, lëkura në këmbë nuk ka gjëndra vajore. Në vend të kësaj, gjëndrat e djersës janë një burim i vetëm i lagështisë. Ndonjëherë këto gjëndra djerse nuk janë të mjaftueshme për të mbajtur këmbët siç duhet të hidratuara. Banane dhe avokado. Merrni pak banane dhe aplikoni në pjesët e qara të themrave. Mbajini për 10 minuta kështu dhe më pas lajni. Mundet të krijoni gjithashtu një mask për këmbët në shtëpi, duke përdorur banane dhe avokado. Merrni një banane dhe një gjysmë avokado dhe përzjeni ato së bashku. Aplikojeni këtë përzierje kremoze në thembra, duke qenë se avokado është e pasur me një sër vajrash, vitaminash dhe yndyrra tërësisht të rëndësishme. Kjo përzierje do t'ju ndihmojë që ju të trajtoni thembrat e qara. Vazelinë dhe lëng limoni. Lajni dhe thajni thembrat. Sapo të keni pastruar të gjitha pa pastërtit, mbajini këmbët tuaja në ujë të ngrohtë për rreth 15 deri në 20 minuta. Shpëlajini dhe thajni. Përzini pak vazelinë me lëng limoni. Aplikojeni ngadalë këtë përzierje në thembra dhe në pjesët e tjera të qara të këmbëve derisa lëkura juaj ta përthith. Më pas aplikojeni atë ngadalë në thembra dhe në pjesët e qara përpara se ju të flini dhe mbani veshur një palë çorape të lehta, duke qenë se këto të fundit ndihmojnë në ruajtjen e nxehtësisë së trupit dhe kështu rritet edhe efekti i kësaj përzierje. Sodë buke. Merrni 3 lugë gjelle sodë buke dhe 4 deri në 5 litra ujë. Përgatitja. Filloni duke e përzier sodën e bukës së bashku me ujin dhe futeni këmbët në ujë për 10 deri në 15 minuta. Kur këmbët tuaja të jenë zbutur mirë, atëherë pastrojeni ato me ujë të nxehtë dhe lëreni të thahen dhe më pas ju duhet që t'i lyeni ato me krem apo me vazelinë sipas dëshirës. Koha më e mirë për ta bërë këtë është para se të flini dhe rezultatet, për akoma dhe më shumë ju duhet që ta përsërisni këtë çdo ditë për një javë. Shumë vajza dhe gra nuk mbathin taka të larta dhe bëjnë çmosë vetëm për t'i fshehur thembrat e tyre të qara. Thembrat e qara janë një dukuri e shëmtuar dhe njëkohësisht ato shkaktojnë dhimbje. Pavarësisht se në treg gjenden shumë produkte të cilat shërbejnë për shërimin e tyre, duhet të dini se shumë pak nga to e kryejnë funksionin e vet. Mirë po, mënyra më e mirë dhe më e lirë për t'i shëruar ato është përmes produkteve që ju mundet t'i bëni tërësisht në shtëpinë tuaj. Lëngu i limonit. Vetitë e veta acetike ndihmojnë në heqjen e qelizave të vdekura të lëkurës, gjë që ju sjell një lëkurë më të butë dhe më të shëndetshme në vendin e thembrave të qara. Prini limonin në dysh dhe fërkoni zonën e infektuar. Bëjeni këtë për 5 minuta dhe pastaj pastrojeni mirë. Mjalti. Mjalti ka veti antibakteriale dhe është i përsosur për trajtimin e themrave të qara dhe të thara. Një gotë me mjalt e vendosni në një legen me ujë dhe e përzini. Pastaj i futni këmbët në ujë për 15 deri në 20 minuta dhe i fërkoni këmbët më me lehtësi. Bananet. Bananet e pjekura janë një ndër ilaçet më të mira shtëpiake për shërimin dhe trajtimin e këtyre themrave të qara. Një banane e pjekur duhet që ta coptoni në formën e pures, një pastë e cila vendoset në thembrat tuaja pasi ju t'i keni pastruar. Prisni 10 deri në 15 minuta dhe më pas duhet që të pastroni këmbët tuaja me ujë të nxehtë. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona,
Nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato, faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.